Aktoria e njohur Rudina Dembacaj është përballur me një humbje shumë të thellë. Me anë të një postimi në Instagram, ajo ka dhënë lajmin e hidhur se Xhaxha i saj është ndarë nga jeta. Teksa ka shfaqur disa kujtime me të, Rudina i ka dedikuar fjalët më të ndjera Xhaxhait, teksa e quan pjesë të rëndësishme të shpirtit. Postimi i plot: sot më iku në qiell një pjesë e rëndësishme e shpirtit tim, Xhaxhai im i shtrenjtë, Ahmet Dembacaj, mu fik drita e tretë e syrit, shoku më i mirë i babit, bashkëuni në Parajs. Kujtojmë që aktoria 5 vite më parë humbi dhe tatin, për të cilin edhe sot e kësaj dite poston kujtime me të, teksa i shpreh mungesën e madhe që ndjen. Siç duket, Xhaxha i saj ka plotësuar një pjesë të babait dhe lidhja e Rudinës me të pas ka qenë shumë e fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.